Një nën nga Korçë është drejtuar redaksisë së Joqë Albania për të denoncuar kushtet skandaloze në pediatrinë rajonale të qytetit juglindor. Ajo ka dërguar një video ku tregohet ushqimi serviruar për fëmijët e shtruar në repartin e neurologjisë. Mesazhi i saj është i fortë dhe plot dhimbje. Kjo është aga e shiringës të spitalit. Kjo është amballazhi. Kjo është buka. Dhe kjo është kosi. Hajt kjo bukë. Në pamje shihet qartë se buka është vendosur direkt mbi tavolinë pas një mbështjellje, ndërsa kosi ndodhet mbi një pjatë por i pambuluar. Pranë tyre shihet madje edhe një agë shiring. Nëna denoncon se kjo është mënyra se si ushqet fëmia i saj, ndonsa i vuan nga 5 diagnoza të rënda shëndetësore. Në këtë ambient kështu, kur fëmia është me 5 diagnoza shumë të rënda, më thoni, kush mund ta përdor këtë ushqim kështu? E të qenë një qeshqen, do t'i vesh një task të haj, jo njeriu kështu. Në video buka shihet e vendosur krejtësisht e pambrojtur mbi tavolinë duke ngritur shqetësime të mëdha për higjienën dhe kushtet sanitare të këtij institucioni shëndetësor, veçanërisht kur bëhet fjalë për pacientët fëmijë.